Sonte kemi nderin Kasin, që në studio të kemi hoxhën e nderuar Xhemal Sobi. Selam aleikum dhe mirë se të punë Zotin. Selam, mirë se u gjeta. Të nderuar të kemi në studio, të falenderoj gjithmonë i thu po ftesave tona, dhe sonte ke zgjedh për temë disa shenja të përfundimit mirë, fjala është për juve. Allah shpërblet, faleminderit shumë për mundësitë, kënaqësia është imja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamd falenderojmë Allahun e Madhërisëm që është një dhe është i pashoq. Allahu është krijues, shpikës, mbikëqyrës dhe furnizues i krejt kësaj gjithësie që ka shohim dhe që ka nuk e shohim. Allahu Gjallëshanu është i vetmi i cili i takojnë adhurimet. Allahut Madhërisëm janë emrat më të bukur dhe cilësitë absolute. Ndërsa salavatet dhe selamet tona, përshëndetjet tona më të sinqerta i dërgojmë mbi gjithë pejgambert e Allahu Gjallëshanuhu, që Allahu i dërgoi me mision për me udhëzu njerëzimin prej errësirave në dritë. Në veçanti mbi Muhammedin alayhis salam, që është më e mira krijesë që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. Mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata musliman dhe muslimane që i pasojnë ata me të mira deri në ditën e gjykimit. Të dashurit e mi, ashtu siç e paralajmëroi edhe moderatori vllau jon, temën për sot kemi menduar me fol disa prej shenjave të përfundimit të mirë. Zatën, përfundimi i mirë është edhe fitimi më i madh, edhe fitimi më i rëndësishëm, edhe fitimi më i vlefshëm i personit i cili bëri mund në këtë botë. Zatën, myshdja e parë, si hariqi i parë i muslimanit për xhenet është takimi me melaçën e vdekjes. Po ashtu, domethënë edhe për jo muslimanët, edhe për jo xhenetëlit, me qujtë ashtu, lajmi i parë se kanë përfundimin e keq është ballafaqimi i tyre me vdekjen, me melaçën e vdekjes. Pastaj, domethënë do të përfundon çdo gjë duke u sqaruar deri në detajin e fundit pas ballafaqimit me melaçën e vdekjes, si për xhenetlin, si për jo xhenetlin. Prej shenjave që Allahu e don në robin e tij musliman është se e përdor atë për mirë. Po ashtu, kjo përdorje e Allahut të Madhërisëm që e përdor robin për mirë e bën që robi të ndinë kënaqësi, të jetë i lumtur, realisht që është të i boq ato punë të mira dhe nuk ndinë vështirësi gjatë bërjes së atyre punëve. Po ashtu, treguesi më i mirë i shpëtimit të robit është që Allahu i Madhërisëm ta udhëzon atë para se të vdes, me bëni punë të mirë ose me u largu prej punëve jo të mira, edhe realisht në këtë rrugë të drejtë, në rrugën e Zotit të Madhërisëm, duke qëndruar në të vërtetën, atij i vjen vdekja, edhe duke qenë në kënaqësi, në bindje, në afërsi ndaj adhurimeve të Zotit të Madhërisëm. Prandaj është e rëndësishme që në këtë gjendje të penduar e nxen e mbrin vdekje. Prandaj nuk është me rëndësi tani për tani e kaluara atij, sepse ne kemi parë dhe kemi dëgjuar shumë njerëz që ndoshta kanë bërë kulminacionin e karrierës së tyre në komunizëm, por megjithatë Allahu ka dashur që para vdekjes i ka udhëzuar ata, janë penduar, i kanë kthyr namazit, i kanë lënë gjërat e gabueshme dhe me bindje të thellë janë kthyr drejt Allahut të Madhërisëm. Nga Enes radiallahu anhu transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse Allahu e don realisht dikën, thotë për me bo mirë atij robi, thotë Allahu e përdor atë. I kanë thonë sahabët, e qysh e përdor Allahu robin e tij i dërguar i Allahut? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e udhëzon që të bëj punë të mira para vdekjes së tij. Këtë hadith e transmetojnë edhe Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, ndërsa Sheikh Albani ka bë këtë hadith të saktë, të vërtetë. Prandaj, nëse Allahu i Madhërisëm e ka bën dikën prej nesh, qoftë i ri apo i vjetër, e në veçanti fundi, se është një hadith kutsi që Allahu përmend, thot, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson, thot, veprat shpërblen sipas përfundimit të tyre. Prandaj shumë njerëz ndoshta e nisin jetën e tyre me fantazina të ndryshme, duke kërkuar kënaqësi edhe lumturi të kësaj bote, por nuk arrin ta gjejnë atë, provon një
nuk është ajo çka pe lyp shpirti, domthon çka po i mungon zemrës, absolutisht. Prova tjetrën pastaj shkon tu ndru këto kënaqësi dhe don Zoti i Madhërisëm që ja jep kënaqësinë e të udhëzuarit, kënaqësinë e Kur'anit, kënaqësinë e Sunetit pejgamberit alayhis salam, kënaqësinë e namazit edhe itatit në nështrimit ndaj Allahut të Madhërisëm. Pastaj ky person për shembull ndoshta në sytë e dikujt bëhet ndonjëherë i padurueshëm, sepse pse tana namazet po shkon në xhami, çfarë shiu, çfarë moti lig tin sabah, rikshur shëndetin ton sepse ka ec mosha, pastaj ka ec edhe shëndet, ndërsa këto Allahu ka përdor për hajër, domethënë është bërë këmbgulës, ose i rrin gati xhamis, ose i rrin gati domethënë familjarëve, ose ku di domethënë diçka Zoti i Madhërisëm e përdor atë për mirë. Qoftë ajo diçka e vogël që na duket neve, për shembull, me u dhon ujë njerëzve. Po zëm qoftë xhamia dikun vi njerëzit, qoftë në rrugë, qoftë dikun, domethënë dikun ai duket pak e vogël, me qit një qeshme, me qit një tub, një cev që thonë në zhargonin popullor, domethënë që me pas qasje kalimtare, domethënë kur është vape e madhe me u fresku me pi ujë, domethënë e të ngjashme metodë, domethënë derisa te punët që janë adhurimet, ibadetet, farze, shtylla të kësaj feje. Prandaj Allah i Madhërisëm e bën që realisht funi i tij me qenë i mirë edhe i kurorzuar realisht ashtu siç Allahu është i kënaqur. Prandaj pse kjo? Për shkak se na duhet të mundohemi se si dihet vdekjes. Shpesh herë njerëzit për shembull kur diskuton me ta thot unë e di, thot unë jam besimtar, unë jam musliman e krejt, po thot do të filloj thot me u kthy kafeja, ka xhamia, ka namazi kur dal në pension sepse njerë nuk kam kohë, ka pleqnia, po atëherë jam i lirë dhe do t'i përkushtom. Kjo fatkeqësi se për shembull shumë njerëz e javshe fotografin bander para se me e jav po kpucat në rraf xhamis, e kemi të qartë, domethënë këtë pjesë, prandaj nuk guxon me mendu njeri që kjo pjesë nuk e ka kohën tash, a e ka kohën gjithherë, sepse vdekja mund të na nxjerrë realisht edhe çka është e fshehtë, edhe mund na nxjerrë bashkë në kënaqësitë më të mëdha. Shpesh herë, absolutisht, shpesh herë nuk vjen vdekja në sëmundjen më të madhe, në kulminacionin e sëmundjes, kulminacionin e fukarallëkut, kulminacionin e problemeve. Shpesh herë kemi dëgju në një zjafet, një darsëm, një qoftë ndeshje me në komunikacion, qoftë probleme domethënë të tyre familjare ose të brendshme ose të jashtme, domethënë edhe është le që shkoj një po shkon edhe më shumë se një. Prandaj domethënë është një diçka që është e fshehtë, edhe në çdo moment pritet për me ndodh ajo. Qysh pritet për shembull tek i sëmuri në fazën me që ka përparu sëmundja, po ashtu pritet njëjtë. Domethënë tek i shëndoshi që thuti kur s'ka me vdek në bazë të konstruktit ti, trupit ti, forcës së ti, domethënë ose njerëzve që njeh për rreth domethënë forcës së ti, po të mos ekzistante domethënë çështja e kaderit Allahut Madhërisëm, njerëzit do të mendonin se ky s'do të përfundon kurrë, siç kanë menduar Nemrudat e faraonat edhe ku diun sundimtar të tjerë të cilët kanë qenë zullumçar. Prandaj ne jemi musliman edhe dim që vdekja është e fshehtë edhe pritet në çdo moment, prandaj kjo është një tmerr i madh, realisht edhe është një vështirësi e pashmangshme. Qoftë do ta përjetojnë besimtarët edhe do ta përjetojnë jo besimtarët. Domethënë procesin e vdekjes. Veçse besimtarët do ta kenë lehtë me dhënë shpirt siç ka ardhur në transmetim, sikurse kimën me nxjerr qimën e flokut prej të lynit, domethënë ashtu do del me lehtësim, ndërsa pa besimtarët e kanë të vështirë, sikurse i nxjerrët shpirti atyre sikurse me nxjerr therrën prej leshit të lagur. Domethënë është e zahmetshme për pa besimtarët dhënia e shpirtit edhe proces realisht që trishtohet çdo gjë kur i mirët shpirtin i xhehenemlije, përveç se Allahu s'ja ka mundësu njerëzve edhe e gjinve me dëgju atë klithmë, atë dëbrim, atë piskam. Prandaj, Allah përmend në surën Waqia, thotë kur shpirti të arrijë në fyt dhe ju atëherë po shikoni, shtangët. Domethënë çdo gjë, shtangët robi, thotë ne jemi më afër ti se sa ju, por ju nuk e shihni atë. Me një fjalë, Allahu i Madhërisëm është afër nesh me diturinë e tij, me prezencën e tij, me të pamurit e tij. Allahu xhalleshanu nuk i ik asgjë. Prandaj edhe veprimet tona, edhe mendjet tona, edhe zemrat tona, edhe ato që ne mendojmë që t'i bëjmë. Prej Aishës, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se të vdiste e kishte afër vetes një kofe o një enë me ujë. Edhe mushte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dorën e tij të bekuar me ujë edhe qite në kokë. Por përmendet që
qaq temperaturë të madhe ka pas pejgamberi alayhi salam në trupin e tij, e ka avullu krejt ujin, asnjë pikë e ujit nuk i ka rënë tokë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto momente vështirësie ka thonë nuk ka zot tjetër, nuk ka të adhurum la ilaha illa Allah, nuk ka të adhurum tjetër me merit përveç Allahut Madhërisëm. Thot me të vërtet vdekja ka agoni, ka mundime, me një fjalë dhimbjet e vdekjes janë të mëdha. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo pastaj ka thonë edhe fundit, thot Aisha, çka kanë qenë fjalët e pejgamberit alayhis salam, ka thonë bel rafiqul a'la, thot jo në shoqërinë e më të lartit, në shoqërinë e Allahut të Madhërisëm, derisa thot dha shpirt edhe dora i ul pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu. Prandaj është e gabuar bindja dhe thënia e njerëzve të cilët shohin apo dëgjojnë se dikush për njerëzve në sëmundjen e vdekjes ka vështirësi. Edhe që i dhojnë të drejtë vetës së tyre të supozojnë edhe të paragjykojnë, ne kemi mendu se është njeri mirë, ne kemi mendu se është burri mirë, ne kemi mendu se është grua mirë, ndërsa çuç ka po hek për me dhon shpirt. Domethënë, ai nuk po hek për me dhon shpirt për tjetër, veç se po pastrohet, po lartësohet, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që një pikë ose një therr mi hi njerit në trup, thot veç se e pastron atë prej gjunave. Domethënë, në këtë rast ai po pastrohet edhe po lartësohet, ndërsa ata të cilët po flasin për gjendjen e tij po ngarkohen me mëkate, po ngarkohen me gjuna. Prandaj nuk guxojmë të themi për dikë, sepse pejgamberi alayhis salam ka pas vështirësinë më të madhen në dhënien e shpirtit. Vetë ka përmend, thot një fish, si themi ne me fjalorin popullor, si Muhammed, edhe herën tjetër me një fjalë ka qenë vështirë për pejgamberin alayhis salam sepse ishte pejgamber i gjithë besimtarëve. Domethënë e ka pas më të rënd, e ka pas më të vështirë edhe dhënien e shpirtit. Prej Abu Hurairës, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet realisht, përmendet se para se me vdek ose në agonin e vdekjes, Abu Huraira ka qajt në sëmundjen e vdekjes. Edhe kanë thonë njerëzit, pse po qanë, kur ditë se kush ka qenë Abu Huraira. Është interesant, ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë relativisht një kohë të shkurtë Abu Huraira. Ndoshta pak më shumë se 3 vjet me pejgamberin alayhis salam, ose aty rreth 3 vjet. Por ka jetu prej atyne banorëve ehli suhfe, ka jetu mrena në xhami, çaq ka qenë i etur Abu Huraira për njohurit, për diturit, islam, për me njoft fen, për me njoft Allahun, për me njoft islamin, për me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saqë si ka dal pejgamberi alayhis salam xhami, Abu Huraira ka shku pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dëgju diçka edhe me transmetu. Edhe njëri prej transmetuesve më të mëdhaj të haditheve është Abu Huraira. Edhe shiftash brengën e tij në fundin e jetës së tij të Abu Hurairës. Që, domethënë, sot nuk ka ligjërat që mund të mbaj një hoxh ose ti të lexosh diçka në një libër fetare pa gjetë transmetimin e Abu Hurairës. Qoftë e ligjërat e shkurt, qoftë ligjërat, domethënë e gjatë ose punim, ta themi qoftë libër ose punim seminarik ose diçka tjetër. E pyetëm pse po qan. Ç'a tha Abu Huraira? Tha nuk po qaj për këtë botën tuaj, me një fjalë, ku pjo la juve për këtë dunjë nuk po qaj, thot po qaj për shkak të largësisë së udhëtimit tim, thot edhe mungesës së furnizimit tim për atë rrugëtim. I gjatë është rrugëtimi im. Jam në një udhëtim, thot, që përfundimi i tij është ose xheneti ose zjarri, dhe nuk e di se nga do të shkoj. Me një fjalë, që të furnizim që e kom bo, që të punë që e kom bo, realisht thot, nuk e di a mdel mjaftueshëm derisa kryet llogaria dhe derisa të bëhet shpërblimi ose ndëshkimi. Prandaj ne flasim sot pas 15 shekush, domethënë Abu Huraira kështu, për brenda kësaj periudhe 15 shekush, edhe ata që do të vinë pas nesh, do të transmetojnë për Abu Hurairës, dhe këto transmetime do të jenë pjesë e sevapeve që do t'i jepën prej Zotit të Madhërisëm Abu Hurairës, dhe këtë brengë ka pas Abu Huraira. Po ku jemi ne në raport me Abu Hurairën? Siguria s'pak ne ç'është sigurt që kjo është problem, është sepse dietarët kanë përmend dhe kanë thënë besimtari bën punë të mira, bile është një diçka që mendoj që duhet ta përmendim, thotë bën punë të mira besimtari, thotë edhe ndin frikë, tutet, friksohet, ama ka pranu Zoti, as ma ka pranu Zoti. Ndërsa munafiku dhe fasiku, shumë ftyrshi, s'po them 2 ftyrshi, por shumë ftyrshi, edhe i prishtin në mëkate, nuk bëjmë punë të mira dhe ndin siguri. Prandaj është e udhës që të bëjmë punë të mira edhe të ndijmë frikë. A na e pranon Zoti, a nuk na e pranon Zoti. Ndërsa ata të cilët ndijnë siguri, le të pendohen edhe le të lënë këtë gabim edhe le të kthehen. Prandaj, kësaj Sufjan e Thauriu
Allah qoftë i kënaqur prej tij, ka qenë shumë i shqetësuar për veprat dhe për përfundimin e jetës së tij. Ka fund jetës ai qante shumë dhe thoshte: "Kam frikë se do të më merret imani në çastet e fundit të jetës sime." Subhanallahu, çfarë brenge. Domthonë nuk e ka siguruar vetveten e tij. Që tha mëkatarët, fasikat, prishtit, domthonë e sigurojnë vetveten e tyre. Ai mendon se ja çet pikën, edhe nuk ka mo hapësirë për debat. Le që ka hapësirë për debat aty, por domethënë atë supozim të tij realisht nuk mundet me dalë as deri në çarshi që thotë në fjalë. Absolutisht. Çaq e shkurt domethënë është supozimi i tij, domethënë saqë vetë nuk e mban ata argumentet e tij janë aq të pavlera saqë nuk e mbajnë edhe nuk mbrin askon me të. Zemrat e devotshme, kanë thonë dietarët, janë të lidhura me përfundimin dhe thonë brengën që e kanë, qysh ka me qenë përfundimi jonë. Allah na dhosht kësi brenge dhe Allah na dhosht përfundim të mirë, ja Rabbel Alamin. Nga Abdullah ibn Mas'udi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thot edhe ka qenë pejgamber sallallahu alaihi wasallam i vërteti, i sinqerti. Thot një njeri vepron veprat e banorëve të zjarrit, thot çaq shumë, thot saqë mes tij edhe xhehenemit s'ka mbet diçka përveç se një pllum. Thot, por se vjen kaderi, vjen caktimi, thot, edhe ai vepron punë të banorëve të xhenetit. E thot shahadetin edhe bindet me bindje, thot saqë, por se tham një pllum mes tij dhe zjarrit të xhehenemit, edhe Allah e çon xhenet këtë person. Ndërsa kategoria e dytë e njerëzve që ne duhet të kemi frikë, sepse se kemi kaluar në siratet hala. Shpeshherë për shembull kur ndodhen në shoqëri muslimane, nuk e kanë këtë breng, po flasim për të tjerët sikurse e kanë kaluar në siratet. Thot ka për njerëzve të cilët bojnë punë të xhenetit, thot saqë mes tij dhe xhenetit s'ka me diçka, thot përveç se një pllum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, por e paraprin caktimi dhe ai vepron, thot, veprat xhehenemit, me një fjalë edhe xhehenemlive, thot edhe kësaj, thot, do të hynë në zjarr. Allah na rujt imanin në zemrat tona, ja Rabbel Alamin. Prandaj, kur përfundimi i jetës është kaq i rëndësishëm dhe bukuria e këtij përfundimi ka këtë vlerë të lartë, atëherë muslimanit i është ligjësuar të angazhohet me përkushtim për me mbyll jetën me një fund të lumtur dhe të largohet prej shkaqeve që çojnë në fundin e mirë. Dietarët kanë përmend disa kushte, por ne do t'i përmendim veç domthonë disa për shkak të kohës për mos me marr, cilat janë shkaqet e përfundimit të mirë. E para që kanë përmend dietarët kanë thonë shkaku kryesor i përfundimit të mirë, që Allahu ja bën përfundimin e mirë besimtarët, është devotshmëria, takvallahu. Devotshmëri ndaj Allahut të Madhërisëm. Çka nënkupton devotshmëri? Domthonë me qenë i bindur ndaj atyre që Allahu i Madhërisëm i kërkon dhe me u largu prej harameve që Allahu na ndalon. Pastaj brenda devotshmërisë nënkuptohet edhe njëshmëria, me plotsu tauhidin, domthonë mos me besu kërkon tjetër përveç Zotit të Madhërisëm, për Zot, për krijues, për mbajtës të gjithësisë, për dhënien e jetës, për marrjen e shpirtave, domethënë ndrimin e situatave, veç Allahu i Madhërisëm është. Kërkush tjetër nuk mundet më na ndihmu. Prandaj këto është problemi që njerëzit mbajnë patkuet kalit, të mbajnë vepra të tjera, domethënë synin e kaltër, ku diun diçka tjera, që nuk mund ta plotson tauhidin e tij. Domethënë ja prish njëshmërinë e tij ndaj Zotit të Madhërisëm. Prandaj këto vepra duhet larguar dhe besuar vetëm Allahun e Madhërisëm. Edhe ibadetet pastaj mja bo veç Allah xhallashanu dhe plotësohet me pjesën e tretë të tauhidit, me besu se emrat më të bukur dhe cilësitë absolute i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Prandaj, pas kësaj bindja në urdhrat e Allahut të Madhërisëm dhe largimin nga mëkatet që u përmend më lart dhe qëndrueshmëria në fenë e Allahut të Madhërisëm deri në vdekjen e njeriu. Domethënë, jo ta bëjmë një sezon, qoftë Ramazan, qoftë në pjesë të rinis, pastaj kur të angazhohemi ta qesim mbrapa shpinës, sepse apet në Ramazanin e ardhshëm edhe kur do dalim pension edhe kur do t'i kryjmë, se tash i kemi martesa, tash i kemi me marru shtëpinë, tash i kemi një obligim tjetër me kry fakultetin, me kry doktoraturën, ku diun domethënë, me një herë ne kthena, sa në ky jam i njëjtë jam, ama tash angazhimet nuk po mlojnë, domethënë kjo nuk është në rregull, po duhet me qëndru në fenë e Allahut të Madhërisëm, qoftë prej presionit, qoftë prej pozitave të ndryshme, duhet me qëndru në fenë e Zotit të Madhërisëm derisa ta takojmë Allahun e Madhërisëm. Në surën Fussilat, ajeti 30, Allahu përmend dhe thot, po e them veç shqip për mos më na marko, vërtet ata që thanë
Qalu rabbuna Allah, than Zoti ynë është Allahu. Pastaj qëndruan të palëkundur, atyre u zbresin me laçet në qastin e vdekjes dhe u thonë, kujna çtyne devotshmeve. Domthon, çka tham në fillim, ballafaqimi me melaçen para vdekjes është myshdja më e mirë, është sihariqi më i mirë, është treguesi më i mirë se ku do të shkon gjendja e tij, domthon edhe ka do të jetë në xhenet apo në ferr apo në xhehenem. Thot melaçja, mos keni frikë dhe mos u pikllani. A ka thoni më të mirë, a ka pritje më të mirë, domthon, a ka takim më të mirë se sa me këtë, thot përgëzohuni me xhenetin që juve u është premtuar. Allah na bof prej tyre, ja Rabbel Alamin. Prandaj, nga Ebu Umame transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vepra më e mirë, ndihma dhe bamirësia më e mirë, thotë që robi e bën, thotë prej në jetën e tij, thot e mbron njeriu prej vdekjes së keqe. Prandaj, domthon, edhe fjala e mirë, edhe vepra e mirë, edhe ka ardhur në hadith pejgamberit alayhis salam me ndihmu dikujt me hyp në mjetën e udhëtimit, është sadaka. Me jek një pengesë prej rrugës, është sadaka. Edhe buzëqeshja ndaj vllaut musliman është sadaka. Domthon, çka të bësh me qëllim me mbri kënaqësinë e Allahut të Madhërisëm, atëherë shkruhet sadaka edhe faktikisht bëhet sebeb që me pas robi një përfundim të mirë. Pas takvallukut, pika e dytë që dietarët e kanë përmend që na ndihmon me pas përfundim të mirë është kujdesi për zemrën që robi duhet ta ketë çdo herë dhe sinqeriteti në veprat që bëhen për Allahun e Madhërisëm. Zemra, përmendin dietarët dhe thonë, është mbreti dhe udhëheci i gjitha gjymtyrëve të trupit. Zemra është vendi në të cilën shikon Allahu i Madhërisëm, sepse në hadith të pejgamberit alayhis salam ka thonë, Muhamedi alayhis salam, Allahu nuk shikon, thot, pamjen tuaj, as pasurinë tuaj, as fizionominë tuaj, por Allahu i Madhërisëm shikon zemrat tuaja dhe veprat tuaja. Domthon, prandaj zemra është me qujt ashtu indikatori që është me bo mirë çdo kënd, por edhe me bo keq çdo kënd prej njerëzve. Nga Nu'man bin Bashiri, Allah qoftë i kënaqur me të, transmetohet se ka thënë, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke thënë hadithi është pak më i gjatë, por na marrim këtë pjesë, thot, vërtet thot, në trupin e njeriu ndodhet një copë mishi. Kur ajo copë e mishit, thot, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mirë, atëherë i mirë është i tërë trupi. Thot, por nëse ajo copë e mishit prishet, thot, prishet i gjithë trupi, e ajo është zemra yushiru ila sadri. Boni me gisht ka gjoksi i tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet të kujdesemi që të mos kemi supozime, mu po ma merr mendja se çështu ka mujt me ndodh, mu po ma merr mendja se mbas të asaj erdhi ky edhe po lidhen diçka senet. Shejtani çaq mund mja pru, domthon senet sa që nëse i qel absolutisht. Prandaj ne nuk mirëmi me supozime, se edhe Allahu na thot, edhe pejgamberi alayhis salam, inna ba'da dhanni ithm. Disa prej paragjykimeve janë ithm, mëkat i madh. Prandaj besimtari musliman nuk guxon të paragjykojë. Ne flasim në bazë të fakteve. Edhe dëshmojmë në bazë të fakteve, por jo në bazë të paragjykimeve. E treta është përforcimi i shpresës tek Zoti i Madhërisëm gjatë jetës së tij e në veçanti në momentet e vdekjes dhe të kemi mendim të mirë për Allahun e Madhërisëm. Pra, gjatë jetës jemi mundu me bo punë të mira, jemi friksu, kemi lyp xhenetin, kemi lyp me u largu prej zjarrit xhehenemit, jemi mundu me bo punë të mira, por tani s'ki ka jaman, tani erdhë momenti për ty, apo vjen momenti për mua, se për çdo njërin prej nesh ka me ardhë, atëherë çfarë me bo? Duhet me shpresu tash në rahmetin, mëshirën e Allahut të Madhërisëm, edhe kemi mendim të mirë se Allahu me rahmetin e tij ka më na përfshi. Pastaj mëshira e Allahut të Madhërisëm përfshin çdo gjë dhe realisht i paraprin zemrimit të tij edhe e mun zemrimin e Allahut të Madhërisëm. Për Enesit, Allah qoftë i kënaqur pe tij, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyri tek një njeri i ri i cili ishte në kërhamzat e vdekjes dhe pyeti, si ndihesh? Ai në agoninë e vdekjes po thot, pasha Allahun i dërguar i Allah, thot, unë shpresoj tek Allahu i Madhërisëm që Allah do të më falë, që Allah do të më jap xhenetin, thot, por edhe kam frikë për mëkatet e mia. Pra, muslimani e bën jetën mes frikës edhe shpresës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto dy gjëra thanë nuk bashkohen në zemrën e një robi në këtë gjendje, në gjendjen
të agonisë së vdekjes, thotë përveç se Allahu ja jep atë që shpreson dhe Allahu e mbron prej asana të cilën ka frikë. Allah na bof pe tyre ya rabbel alamin. Nga Xhabiri, Allah qoftë i kënaqur me të, transmetohet se ka thënë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 3 ditë para se të vdeste, duke thënë, askush prej jush të mos vdes përveç se duke pasur mendim të mirë për Allahun e Madhërisëm. Dhe kjo është interesant, kur kemi mendim të mirë për Allahun e Madhërisëm, çashtu na del. Ka thënë Allah në një hadith kutsi, unë jam në mendjen e robit tim dhe i dal atij që shumë mendon. E mendon Allahun që do të na fal, kam na fal. E mendon Allahun që jam musliman, s'mi pranon lutje, s'ma bën këto, çashtu është. Domthon edhe funi, s'mniman me kry fakultetin, s'mniman me hin punë, çashtu është. Nëse e mendon Allahun se ai mu ndihmon, ndoshta mu vonohet pak puna, po kur më çelet puna shumë si mirë. Domthon atëherë çashtu i del atij personi. Edhe në rastet e vdekjes, edhe në gjatë jetës. Është interesant një rast që e përmendin dietarët, është në tokat arabe ju kanë bërë zullum besimtarëve shumë, edhe pse për shembull ne jemi muslimanë, ata janë muslimanë dhe populli pyet, ndërsa nuk i njeh. Për shembull populli edhe atje është i mirë sikurse këtu. Po edhe ata nuk kanë pas fat, qysh po kemi na fat, as tash as më përpara, domethënë në udhëhecat. Po megjithatë tek ne nuk kanë qenë zullumçar, siç kanë qenë domethënë tokat arabe, është shumë kanë ndodhur domethënë shumë gjëra, absolutisht. Edhe me një dhomë, me një qelime quajt ashtu, ndodh një diçka interesant. Ato e fusin, edhe është interesant edhe dhomat i kanë bërë të vogla, kanë 1 metër e gjysmë që me ndi, domethënë problemi mos më shliru kur. E shtin njerëz futin 1, 2, 3, 4, 5, 6, e stërmbushin ato saqë, domethënë nuk kanë çatu kanë me hongër, çatu kanë me pi, çatu kanë me u bë pastër, po çatu kanë me fal, çatu krejt pa pas mundësi me dalë jashtë. Por askom s'kan mund ku me shtri aty. Derisa përmendën thot nuk kishim thot ka me lëviz, kështu thot o mosh aty, thot po na u çel dera thot e futën edhe një të burgosur. O zoti i madh, ajër nuk po mundna me thithë me mosh liru thot edhe një tash eksik ky. Kur hini ky i riu, krejt tash çerja hala po ju ndryshon, edhe po mrolën edhe po mërziten hala më shumë. Kur i po i përshëndet pe abon selam aleikum, aleikum selam thot o burra thot bani sabër. Thot çka? Thot bani sabër sot të natën, thot edhe nesër si më thon deri në gjys ditës. Po, thot edhe ata po mbesin. Me një fjalë, e kaq, domethënë, o çun tash këta në rregull, po bëjnë sabër, edhe o çu tash ai natën e po lutet namaz natës e po lutet e hieshej namazin e tij, edhe ron në gjumë u çun mëngjesa ne keni, erdhi momenti kur ai realisht u ka thonë këtyre desha atëherë bëni sabër. Edhe u çel dera. Kur u çel dera, tash ata, çfarë më thon gardiant, domethënë ata rrmishëm po e thirrin emrin e tij me arrogancë që ata po shohin që ky fund të mirë nuk ka më pas. Absolutisht. Edhe u mërzitën këta. Ama i dul, realisht çysh thatë. Edhe tani shkoje këta metën spat më llafe, hupi muhabeti derisa mendon se përfundoi, domethënë e kanë ekzekutuar person, edhe mas një kohë po kadritari apo ju vjen çaj personi njëjti, dhe thot o vllazni, besa mos të harroni një fjalë, kur u hiq atë që ka thonë bëni sabër, ka thonë të keni mendim të mirë për Allahun. Tash pjo vjen kadritaria qelis edhe pjo thot o burra, ajo kom thonë me pas mendim të mirë për Allahun e Madhërisëm. Le që se kanë ekzekutu, por e kanë liru krejt ato. Prandaj, domethënë ne edhe gjatë jetës son, por në veçanti në momentet e vdekjes do ta kemi mendimin e mirë për Allahun e Madhërisëm. E katërta, që ne do ta përmendim ndoshta si të fundit për sot, është lutja e vazhdueshme ndaj Allahut të Madhërisëm për qëndrueshmëri në fenë e tij sa jemi gjallë, deri në vdekje, deri të takojmë Allahun e Madhërisëm dhe përfundim të mirë në përmbushjen e plot të mirësive të Allahut të Madhërisëm. Nga nesi Allahu qoftë i kënaqur prej tij transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh e bënte një dua o ti rrotullues i zemrave, o ti që ndryshon zemrat, forcoje zemrën timen në fenë tënde. Tha më i dërguari i Allahut, ne të besojmë ty, thot edhe ato që ti ke sjell, me një fjalë shpallën që Allah ka prutë te. A friksohesh për ne? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po, sepse zemrat janë midis 2 gishtave të Allahut të Madhërisëm, thot dhe ai i kthen si të don ato zemra. Allahu na bof që me nai përforcu zemrat tona në fenë e tij dhe në itatin, në nënshtrimin ndaj Allahut të Madhërisëm, ja Rabbel Alamin. Kurse përfundimi keq
është që vdekja me nxon njeriu në gjendje të hutuar. Koku, prit, hajde, çaj ka dhon zor, Allah ka rahmetin e madh, a ne keni na këçoni arti kryjm çto punë të kryjna çato, domethënë edhe e bën që me bë jetën i larguar prej Allahut të Madhërisëm. Ndërsa që të përfundimit të keq është kur njeriu këmbgul në mëkate dhe bëhet i mosuar në to. Kjo është fatkeqësi, vjen keq sot kur ndoshta në një përqindje bukur të madhe kur shkon tek besimtarët të cilët i falen 5 vakt namaz po foli. Dhe krejt familja e gjen televizorin e dhez, të ndezur edhe sheh fillon shtëpia, fillon vllavi madh, vllavi kjo domethënë tulifar formati të degeneruar. Domethënë ku aty mbledhin njerëzit për të anëve, që janë njerëzit më të lig moralisht, më të prisht, domethënë edhe i promovojnë si vlera dhe ata dikun fitojnë 100.000 euro ose 200.000 euro ose dikun, edhe me ta jetojnë 24 orë me fëmijë të mëdhaj, me të rritur, me krejt, domethënë edhe çka mësohet bëhet imun ndaj mëkatit edhe plus kur e këshillon pse vllai dashur kështu, unë komenu që ti je përparimtar ta bën. A kemi të qartë, do të me ditë këto sa ne, mësë mi bo, jo që mësë mi bo, mjafton njerë mi thonë mëse bë djallit edhe vajzës, mjafton njerë mi thonë është haram, njëherë i thu haram është, ama ti po e shoqëron 3 muaj ditë, që ato, e kemi qartë, do më thonë, po qo është në mëngjes, po e bën të ditën me të, absolutisht edhe po bjen me flejt me të, veç se aja është, do më thonë, një dhomë tjetër, ti një dhomë tjetër, ndërsa të shoqërum me ta non-stop. Prandaj kjo është e keqe sepse janë shoqëruar me mëkatin. Kush mësohet me diçka, zakonisht vdes në atë gjendje, Allah na ruaj, ja Rabbel Alamin, përveç ata që Allahu e mëshiron. Mëkatet e tradhtojnë njeriu në çastet e vdekjes. Është interesant, njerëzit mendojnë se ma kanë bulu një herë, 2 herë, 3 herë, 10 herë, po vjen momenti kur, domethënë, mëkati e tradhton robën. Ibn Qayyim el-Jauziu, Allah e mëshiroft, ka thënë, dje thot se përfundimi i keq, Allah na rujt prej përfundimit të keq, thot nuk i ndodh atij që ka pamje të drejtë dhe ka zemër të pastër. Domethënë, je rujt edhe po ruhesh të jetën, edhe tash me një fjalë, kush tutet, thot populli, mos tutet. E kush nuk tutet, atëherë çaj person le tutet. Kjo nuk është dëgjuar apo ditur ndonjëherë dhe për këtë falëndërimi i takon Allahut të Madhërisëm, se ka korrit Allahu asnjë person të devotshëm. Zakonisht ndodh tek ata që kanë devijime në besim që ta kenë përfundimin e keq, ose këmbgulin në mëkate të mëdha dhe guxojnë realisht janë të guximshëm ndaj mëkateve të mëdha. Pra, derisa falem për përfundimin e mirë, kjo pjesë i përket edhe përfundimit të keq, këmbgulja në mëkate, qofshin ato të hapta, qofshin ato mëkate të fshehta. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njeriu bën veprën e banorëve të xhenetit, ashtu siç e përmenëm, e saqë mes tij edhe xheneti s'ka me ta asgjë përveç se një pllum, thot, por vjen caktimi i Allahut Madhërisëm dhe ky përfundon si pabesimtar edhe i takon xhehenem. Sikurse ai person i cili bën mëkate, mes tij edhe xhehenemit nuk ka mbet asgjë tjetër përveç se një pllum, thot, por vjen caktimi i Zotit Madhërisëm se Allahu e din çka ka në zemër, pastaj bjen shahadet edhe ka përfundim të mirë. Po flasim për shenjave të dukshme tek njerëzit që ne mund t'i shohim, e cilat janë shenjat e përfundimit të mirë, përmendin dietarët, djersët e ballit. Domthonë tek personi i cili po jep shpirt prej Burejdës, Allah qoftë i kënaqur prej tij, transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, me të vërtetë besimtari vdes me djers në ball. Këtë hadith e transmetojnë edhe Imam Ahmedi edhe Imam Tirmidhiu. Pra, domethënë djersët janë shej për neve, çka po jesim gjallë, domethënë e dëshmojmë atë. Pastaj përmendën dietarët vdekja natën e xumos apo ditën e xumos. Nga Abdullah ibn Amr, Allah qoftë i kënaqur prej të dyve, dhe prej babës edhe prej të birit, transmetohet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka musliman i cili vdes ditën e xumos apo natën e saj, përveç se Allahu e mbron nga dënimi i varrit. E transmetojnë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, ndërsa Sheikh Albani e ka bë këtë hadith hasan, e ka bë hadith të mirë. Pra, po flasim për atë person i cili ka qenë në itat ndaj Allahut të Madhërisëm gjatë tërë jetës së tij dhe tani
vdekja i vjen në natën e xumë apo në ditën e xumë. Nuk po flasim për ata njerëz të cilët e kanë bërë jetën e tyre larg Allahut të Madhërisëm. Dhe treta, e fundit për sot, vdekja gjatë një pune të mirë. Më thonë, qoftë ai namaz, qoftë agjerim, qoftë duke kërkuar dituri, qoftë duke punuar për idarët familjes, qoftë domethënë për diçka. Për Hudhaifës, Allah qoftë i kënaqur prej tij, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush thot la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, thot dhe vdes me këtë fjalë në buzë do të hyjë në xhenet. Kush agjeron një ditë për hir të Allahut Madhërisëm dhe vdes a ditë, thot do të hyjë në xhenet. Kush jep sadaka për hir të Allahut Madhërisëm dhe vdes pas sadakas, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të hyjë në xhenet. Allah na bëf prej atyre të cilët jetën e bëjnë me veprat të mira, me frikë ndaj Allahut Madhërisëm, dhe Allah na e mundëson përfundimin e mirë, që Allahu të jetë i kënaqur në neve dhe Allah të na shpërblen me shpërblimet e tij. Amin. Amin janabi. Allah shpërblet për ligjëratën. Ne do të themi vetëm pas një pauze të shkurtë, që ne kthehemi vetëm pas pak reklam, pak ilahi, do të pushuar, kthehemi me pjesën e dytë kontaktuese drejt për drejt. Qëndroni me ne.